Debati I fundit I Edi Ramës në një panel në Abu Dhabi në prani të homologut të tij malazez Miloj Kospajic dhe një moderatori të njohur nga Greqia u shndërrua në një siklet viral. Edi Rama I gjendur në një stres të vazhdueshëm si pasojë hetimeve për korrupsionin e qeverisë së tij, është kthyer në një lojtar problematik që bezdis homologët dhe prish ekuilibrat në çdo tryez ku shfaqet. E gjithë infrastruktura që solli kur erdhi në pushtet përmes të ashtu quajturës strategji PPP është vërtetuar si një skem grabitjeje dhe korrupsioni galopant, e cila po rrëzohet një nga një përmes çështjeve penale që kanë goditur njerëzit më të afërt të Edi Ramës. Kjo strukturë tashmë ka rënë, ndërsa aleancat e tij ndërkombëtare nuk ekzistojnë më. Të gjithja kanë pirë lëngun dhe I ka rënë kallaj liderit global me atlete. Rama është ndërruar në një shërbëtor të arabëve me xhybe të gjatë, në të njëjtën linjë me mikun e tij të Beogradit, Aleksandar Vučić. Nuk I ka mbetur asnjë aleat real, ndërsa forumet ku vendet e vogla shërbejnë si panelist periferik, përpiqet të bëjë interesantin duke hedhur batuta pafund. Qoftë sulmi ndaj grekëve për filozofinë, qoftë shakaja pa kript ndaj Malit të Zi duke ironizuar Podgoricën si Brukseli, Rama ka zgjedhur rrugën e Grindavecit. Në realitet, Mali I Zi po konsiderohet gjithnjë më shumë si I vetmi vend në rajon që ka gjasa reale të antarësohet në BE deri në vitin 2030. Këtë Edi Ramës ja kanë bërë të qartë si kancelari gjerman, ashtu edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Në takimin e fundit në Paris, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi hapur se nuk do ta jepte miratimin për hyrjen e Shqipërisë në BE bashkë me Malin e Zi. Edi Rama I pranishëm në këtë bisedë u shfaqi tensionuar dhe tentoi të sillet si Grindavec. Në këtë situatë Rama duhet të pranojë publikisht dështimin e planit të tij për integrimin evropian dhe do t'i hap vendit një mundësi tjetër që me një leadership të ri të kap trenin që ai ka humbur. Qëndrimi I Athinës pritet të bëhet publik së shpejti. Kryeministri Mitsotakis pritet të sqarojë arsyet pse Greqia nuk do të jap votën për Shqipërinë, duke renditur kushtet politike të vendosura. Përveç çështjeve të njohura që lidhen me Himarën dhe pronat e minoritetit grek, Athina pritet të theksojë edhe sjelljen provokuese të Edi Ramës, të cilën e konsideron si karshillëk diplomatik. Nga ana tjetër, Athina mund të paraqesë edhe një platformë politike për kushtet mbi të cilat do ta konsideronte të negociueshme pon për antarësimin e Shqipërisë. Kushti I parë pritet të jetë një qeveri që nuk provokon dhe mban qëndrim miqësor ndaj Greqisë. Për këtë linjë, Mitsotakis ka diskutuar edhe me Macronin, I cili e ka pranuar këtë qasje. Për Edi Ramën, kjo ka qenë goditja përfundimtare. I kanë prerë biletën të gjithë.